Vetia e përgjysmore së këndit. Kemi këndin A o B, kemi hequr përgjysmoren o me, këndi 1 i barabart me këndin 2. Nga pika M e këtij këndi kemi hequr M an pingule dhe M bën pingule. Ta dy trekëndsha janë të barabart, trekëndshi A o M i barabart me trekëndshin B o M janë trekëndsha këndrejt, kanë nga një kënd të ngushtë të përbashkët dhe të barabartë dhe hipotenuzën të përbashkët, sjell që M A-ja është e barabartë me M B. Pra kjo është një teorem që çdo pikë e përgjysmores së këndit është e barazlarguar nga brinjët e këndit. Teorema anasjellt, çdo pikë brenda këndit që ka largesë të njëjtë nga brinjët e tij ndodhet në përgjysmoren e këndit. Pra kemi hequr M an pingule me O an, M ben pingule me O ben, M A-ja është e barabartë me M ben, sepse çdo pikë brenda këndit që ka largesë të njëjtë nga brinjët e tij. Do vërtetojmë e bashkojmë pikën M me pikën O që këndi M O A i barabartë me këndin M o B. Një lloj këta dy trekëndsha janë të barabartë, M A-ja barabartë me M ben, kënde të drejtë, O M-ja e përbashkët, sjell që këndi 1 është i barabartë me këndin 2. Rrjedhim, nëse brinjët e një këndi janë tangente ndaj një rrethi, atëherë qendra e rrethit ndodhet në përgjysmoren e këndit. Kemi hequr AE dhe AF tangente ndaj rrethit. To i presin në pikat B dhe C. Do vërtetojmë që pika O ndodhet në përgjysmoren e këndit. Pra do vërtetojmë që këndi 1 është i barabartë me këndin 2. Përsëri marrim trekëndshin A o B dhe trekëndshin A o C. Këta dy trekëndsha janë të barabartë. O B-ja e barabartë me O C-n barabartë me rreze, A o-ja e përbashkët. Këta janë trekëndsha këndë drejt, sjell që këndi 1 është i barabartë me këndin 2. Pra qendra e rrethit ndodhet në përgjysmoren e këndit. Teorem. 3 përgjysmoret e këndeve të trekëndshit priten në një pikë. Këtu kemi marrë trekëndshin A, B, C. Kemi hequr përgjysmoren AF. Kemi hequr dhe përgjysmoren BD. Këto dy përgjysmore priten në pikën O. OD-ja është e barabartë me ON, sepse ndodhen në përgjysmoren AF. Po kështu, OE-ja e barabartë me OF-n, sepse ndodhen në përgjysmoren BD. Që këtu dalin që të treja të barabarta, OD-ja e barabartë me ON, OE-ja e barabartë me OF-n, pika O është pika e prerjes, do të thotë që OF-ja e barabartë me OD-n, që pika O ndodhet dhe në përgjysmoren e këndit C. Pra 3 përgjysmoret priten në një pikë. Kjo pikë është qendra e rrethit të brendashkruar, do ta shikojmë më vonë. Ushtrim me zbatimi. Përgjysmoret e këndit AA1, BB1, të këndit A dhe të këndit B, të trekëndshit dy brinjënjishëm, priten në pikën O. Vërtetoni që CO-ja është pingule me AB-n. Por, ne thamë që A1 është përgjysmore e këndit, edhe BB1 është përgjysmore e këndit, pika O, pika e prerjes, është e barazlarguar, po e shënoj këtë pika D-u. Trekëndshin e kemi trekëndësh dy brinjënjishëm dhe del që OD-ja
e barabart me O B njëshin e barabart me O A njëshin. Pra, pika O ndodhet dhe në përgjysmoren e A B-s. Pra, CD-ja është pingule me A B-n, sepse trekëndshi është këndrejt, pra ky këndi këtu është të dybrinjishëm. Pra kjo ishte dhe në përgjysmoren e këndit C, meqenëse trekëndshi është dybrinjishëm, CD-ja është pingule me A B-n. Brinjët e këndit A janë tangentë ndaj rrethit me qendër O. Dhe rrezi re. Gjeni O-an nëse rrezja re është 10 cm dhe këndi A është 60 gradë. Po marrim trekëndshin AOB. Ky është trekëndësh këndrejt dhe një kënd këtu e ka 30 gradë meqense i gjithi është 60 gradë. Në këtë trekëndshin AOB, OB-ja është sa 1/2 e hipotenuzës AO. Po, rrezja është 10 që këtu AO-ja baraz me 2 rreze, baraz me 2 herë 10, 20 cm. Pra AO-ja 20 cm. Gjeni rrezen re nëse AO-ja është 12 cm dhe këndi A është 90 gradë. Në trekëndshin tani AOB, këndi BAO do jetë 45 gradë, sepse i gjithë këndi ishte 90 gradë, gjysma është 45 gradë. Meqense këndi B është 90 gradë, edhe këndi AOB baraz me 45 gradë, 45 edhe 45, 90 gradë. Do të thotë që AB-ja e barabart me BO-n. AO-ja dhe BO-ja, nëse AO-ja është 12 cm. Këto po i shënojmë me X. Atere, në trekëndshin AOB kemi AB në katror plus BO në katror baraz me AO në katror. 2AB, 2X në katror e barabart me 124. X-i në katror baraz me 72, X-i baraz me rënje 72-shit, që është 36 herë 2, 6 rënja e 2-shit. Pra, të gjenim rrezen. Rrezja doli 6 rënja e 2-shit centimetër. Përgjysmoret e dy këndeve të jashtëm në kulm B dhe C të trekëndshit ABC priten në pikën O. Tregoni që pika O ka largesa të njëjta nga brinjët e trekëndshit. Ja ku e kemi trekëndshin ABC. Kemi zgjatur brinjën këtu CB dhe kemi hequr përgjysmoren. Këndi 1 është i barabart me këndin 2. Këndi i jashtëm i trekëndshit. Po kështu kemi zgjatur dhe këteja, BC, kemi hequr përgjysmoren. Këndi 3 baraz me këndin 4. Këto dy përgjysmore priten në pikën O. Heqim pingulet mbi 3 brinjët, OD, OE, OF. Do vërtetojmë që OD-ja është e barabart me ON e barabart me OF-n. Këtë do ta vërtetojmë. Marrim në fillim trekëndshin OBD dhe trekëndshin OBE.
B, E. Ta dy trekëndsha janë të barabartë. Janë njëherë trekëndsha këndëdrejtë. Kanë hipotenuzën BO E përbashkët. Dhe kendi 2 këtu me këtë kendin këtu DBO, kendi DBO është i barabartë me kendin EBO. 2 kendet kundërt në kulm të barabartë sillin dhe këta dy janë të barabartë. Që këtu del OD-ja e barabartë me ON. Marrim dhe trekëndshat EOC dhe trekëndshin FOC. Janë trekëndshat këndrejtë të barabartë. OC-ja e përbashkët, OC-ja e përbashkët, dhe kendet këtu, kendi ECO i barabartë me kendin FCO. Këta dy kendet të barabartë, pra kendi ECO i barabartë me kendin FCO. Kendet të kundërt në kulm me 2 kendet të barabartë. Që këtu del OE-ja e barabartë me OF-n, po OE-ja është e barabartë me OD-n, 3 largesat nga brinjët janë të barabarta. Ku ndodhet pika brenda një kendi të dhenë e cila ka largesa të barabarta nga brinjët e këtij kendi, si dhe largesa të barabarta nga skajet e një segmenti të dhenë AB. Këtu kemi të dhenë një kend dhe një segment AB. Pikat e barazlarguara nga brinjët e kendit ndodhet në përgjysmoren e kendit. Pikat e barazlarguara nga skajet e segmentit ndodhen në përmesoren e segmentit. Në rast se segmenti është pingull me këtë përgjysmoren dhe kalon kjo përgjysmorja nga mesi, këto të dyja puthiten dhe vendi gjeometrik është dhe përgjysmorja e kendit dhe përmesorja e segmentit. Në rastin e dytë, kemi segmentin AB, përgjysmorja e kendit është OM-ja, përmesorja e segmentit është drejtësa D, vendi gjeometrik është një pikë e vetme E, ku priten këto të dyja. Rasti i tretë C, kur përgjysmorja e kendit dhe përmesorja e segmentit AB janë paralele, kur këto të dyja janë paralele dhe nuk kanë asnjë pikë të përbashkët këtu lart puthiteshin. Këtu janë paralele, vendi gjeometrik është bosh, nuk kemi asnjë pikë të përbashkët.